Këto fotografi pasqyrojnë aktivitetet e vallëtarëve shqiptar në botë, ambasadorët e veshjes e kulturës sonë. Secila prej tyre ka një histori dhe emocion të veçantë. Çka do të thonë veshje tradicionale për ju, për vendin tuaj? Kjo veshje vërtet është tradicionale dhe është përdorur çish konat kur unë se mrima që ka qenë ndryshe, mirë po forma dhe dizajnet kanë ndryshuar. Domthonë është përmirësuar, është zbukuruar, është dhe kështu është përdorur. Tash që këto që pishini ju këto janë shumë origjinale, që kanë përdorur deri vonë. Për shembull këto kemi këto të vajzat, këto kulën e kemi thujt, kanë qenë me leshë marune, me kështu me atë. Kjo shamia është përdorur zakonisht për vajzat, edhe pastaj vazhdojmë të veshja hasione, që këto për shembull, të modelet ndryshme, si mas fshijes. Këto fotografi janë vitit 83, kur kemi marrë pjesën në festivalin ballkanik në Ohër. Edhe pastaj kemi vazhduar me festivale tjera, festivali Drenasit i Glogosit që quajt në atë kohë, dhe gati që s'kemi lënë vend pa shku në çdo festival në Shqipëri, në Maqedoni, në Malzi, në Rapsha është një festival që mbahet atje, dhe kështu kemi vazhduar. A keni ndonjë histori interesante që ju ka ndodhur gjatë këtyre festivaleve që kujtoni gjithmonë? Po, kështu në histori, kjo veç është histori, është një kur artistika është histori. Në Ohër kur ishim, mas mbarimit koncertit, fillu me tupane. Erdhën në ndërpretën milicia, se thanë, për na prishin qetësinë, nuk na lanë me vazhdu e festë. Më kujtohet, sot si vetë. Edhe në Zagreb, kur kemi qenë në këthim prej Zagrebit, në tren, kemi bëmë muzikë, kështu aty kanë intervenu atëre policia, nuk na kanë leju. Rrugtimi i vallëtarëve pati edhe sfida, e periudha më e vështirë mbetet ajo gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në vitin kur Serbia veç e okupoi, kur i morri të gjitha institucionet, kemi pas një farë pauze kështu. Faktikisht aktivitetet kemi vazhduar më njëherë pas luftës, domthonjë që kanë shumë rëndësi në atë kohë kur këtë fshati ka qenë i djegën. Dhe pas 5% ka qenë fshati këtë i djegën. Dhe në ato kushte, mandej njerëz të humbur, njerëz të vramë, kemi arritur që me ringjall diçysh jetën në fshat. Domthonjë m'ia bë pak më mirë se ata veç vetiu ishin të demoralizuar, të dhënuar, të mërzitur, po kemi pas përkrahjen e gjithë qytetarëve dhe gjithmonë ne kanë përkrahur. Por dashuria për vallet tona sushua kur duke trashëguar brez pas brezi. Veshjet maqit i blehen, tjerësit normal, xhamadanët dhe plisat e tjerë, femrat këtë pundore vonë. Kjo bëhet me punë, sidomos tash përpara në bëhet me vek. Domethënë marru me vek, tash këtë me gjilponë, të qëndisura. Po tash dallimin mes veshjes më hershme është shumë i madh me këtë tash, kjo pak më moderne, ka më shumë punë, po qëllimi është i njëjtë, veshja është e njëjtë, veç zbukurimet që janë bërë më shumë se më herët. Çka pritet tash prej këtyre trenve që kanë ardhur, ku e keni ju synim të shkoni për këto festivale? Po, na s'do të ndalemi kurrë. Nuk kjo do me vazhdu. Çdo herë, çdo festival bili nuk kemi mundësi shumë herë dhe mi përcjell sa festivali mbahet pjesëmarrja është pak problematike se sidomos gjatë stinës verës, korri gusht, zakonisht ta 2 muaj që shkojnë jashtë. Nëpër furra shkojnë, shkepen antarët e shoqërisë që kemi rastin ku s'kemi pas mundësi mi tubu, se kur të mungon për shembull 2-3 antar, atë përpritet edhe rrjedha e vallës e verë. Kështu që probleme kemi veç këta 2 muaj, për ndryshe këta viti tjetër është gjithmonë aktiv është. Vallet e këngët tona mbeten ura që lidhin gjenerata, duke mbajtur kulturën shqiptare gjallë kudo në botë.
Ka që edhe për